thosh një dy fjalë. Unë këtë vit kam mbjell 3 hektare jysh, 35 dëlym, edhe nuk jam I kënaqur sepse nuk arrita atë që duhet. Domethënë nuk po lajm dot shpenzimet, sepse edhe vetë koha që nuk që e favorshme, nuk ra shi. Sa ishte prodhimi për dëlym ose hektar? Sa morët? Për dëlym mund të vete 5.5 Në qoftë se do kishe vaditje, nuk do kishe thatësirë, do kishe rritje të rendimentit? Po, nuk bëhet laf. Me sa po shitet çmimi I misit duke krahasuar me vjet? Sa shitur? Duke krahasuar me vjet nuk është keq si vjet. Ka pak rritje çmimi, po megjithatë nuk e justifikon prodhimi. Subvencione keni marrë? Prodhim mbollëm me hektar, vajti me 4-5 kuntal për dëlym, se s'kishte vaditje. Po të kishte vaditje, do ishte më mirë. Nuk morëm. Çmimi si vjet është më ndryshe nga vjet. Me sa shitet kuntali si vjet dhe me sa u shit vjet? Vjet ishte me 25, kurse si vjet është me 33 thot, shitet me 33, mbahet me 35. Ky është. Nxinin do pak fitim nga shitja? Absolutisht, jo. Absolutisht, jo. Me këtë prodhim që kemi marrë, se po të binte shi, realiteti do merrnim. Do kishim diçka fitim. Unë kam 1 hektar misër. Mora me 8 dëlymi. Kaq. Me sa keni shitur vjet misër? Vjet e shitëm, si vjet për shesim me 33. Vjet e kemi shitur 25 edhe 27. Kaq. Pse ky rendimenti I dobët? Po nuk rashi. Prandaj nuk u be. Po nana ime ka qenë 5 dëlym. 5 dëlym, nuk morëm në një posheti se s'rashi si vjet. Nuk në ndihmoi koha si vjet. Pra mungesa e thatësirës? Mungesa e thatësirës ra, domethënë, edhe rendimenti I misrit që nuk morëm atë që meritonin neve. Nuk e morëm dot atë që meritonin. Na 5 dëlym që mbolla unë, mora 33 kuntal. Pra shikonja të me një 20 kuntal, 23 kuntal, na që nuk rashin, nuk ndihmoj Zoti. Me sa keni shitur kuntalin vjet të misrit dhe me sa po e shisit si vjet? Vjet u shit me 25, 24-25. Si vjet u ngrit. Po shitet me 33, me 34, kështu 33 se më falë të gënjeva, me 3. Po t'i vesh re të gjithë misrat, në qoftë se vitet e tjera kam patur nga 2-3 kallinj, si vjet kam patur vetëm një. Po të hapësh, misri është I tillë, pra nuk ka prodhim.